Vajzat volejboliste të Pogradecit po tregojnë se janë pretendentet serioze për titullin kampion në këtë sezon. Pas fitores një javë më parë ndaj Dinamos, vajzat liqenore mposhtën këtë javë dhe Tiranën, një tjetër skuadër që synon fronin e volejbollit shqiptar. Në një sfidë të fortë të luftuar deri në fund, Pogradeci triumfoi me rezultatin 3-1 në një ndeshje ku çdo set u vendos në pikët e fundit. Skuadra e trajnerit Besnik Lisha fitoi setin e parë 25-21, ndërsa Tirana reagoi menjëherë duke barazuar ndeshjen me fitore 19-25 në setin e dytë. Seti i tretë ishte vendimtar. Megjithse Tiranaset kryesuan deri në 16-9, Pogradeci përmbysi rezultatin dhe fitoi 25-20. Seti i katërt solli rivalitetin më të madh të takimit, me kombinacione të bukura duke dhuruar emocione deri në fund. Por sërish ishin pogradecaret që triumfuan 25-23, duke mbyllur ndeshjen 3-1. Në fitoren e radhës spikatën Paola Gjata, Keida Kodra dhe Angela Mehmeti, të cilat po bëhen shtyllat kryesore të ekipit. Kemi dhe një ndeshje më shumë me Partizanin, gjë që duhet të luajmë dhe duhet ta marrim seriozisht atë ndeshje, por deri tani ne jemi vend parë dhe kemi treguar rezultate shumë të mira. Çdo ndeshje, sidomos me ekipet që pretendojmë për dal kampion, nuk është e thjeshtë absolutisht. Ne e morëm seriozisht në fillim të lojës dhe rezultati ishte ky që ishte 3-1. Me këtë sukses, Pogradeci ngjitet i vetëm në krye të renditjes, duke lënë pas Tiranën, Dinamon dhe Skënderbeun. Pikërisht në kryeqytet, Dinamo mundi në një tjetër ndeshje interesante Skënderbeun.